Kjo fundjavë rikthen emocionet e Abisnet Superiore me javën e 12, teksa Kuqe Blu do të zbresin në fushë në një transfer të vështirë në kryeqytet ndaj Partizanit, të dielën më 23 nëntor në orën 16:30. Një nga emrat e njohur të futbollit shkodran të gjysmës së dytë të viteve 90, Altin Xhahysa, shpreh besimin e tij për ecurinë e deri tanishme të vllaznisë, duke vlerësuar lojën dhe rezultatet pozitive që skuadra ka arritur deri në këtë pikë të kampionatit. Shoh një vllazni krejt ndryshe me edicionet e tjera, ka arsye se gjëja më kryesore të një ekipi, edhe të vllaznia, ka mungu egoja dhe karakteri i fortë i lojtarëve. Si mjet, unë jam të e lojtar, por kam drejtën, kjo është frymë e stafit, e trajnerit, e drejtorit, e gjithë secilit për aty, dhe është fut një frymë bashkëpunimit shumë i mirë. Xhahysa ndalet edhe te sfida e rradhës ndaj të kuqve të Partizanit. Është një moment si Partizani ka marrë një hov, duke parë parasysh dy fitoret e fundit si bani dhe e ka entuziazmin. Por, duke parë ekipin e vllaznisë, duke parë lojën që është ekipi i vllaznisë duke bërë, them se do të dalin me rezultat pozitiv dhe do të gjehen pikat e dobta të kundërshtarit që sulmohet. Ish futbollisti shkodran apelon për qetësi dhe besim tek puna e stafit dhe lojtarëve, duke theksuar se vazhdimësia dhe stabiliteti janë çelësi për të arritur objektiva të rëndësishëm në këtë sezon.